Pyetja radhës. Selam aleikum, rahmetullahi wa barakatuh. Po gjendëruar, Allahu ju dhënë sukses. Kam dëgjuar që kur bëhet nikahu duhet me pas edhe dëshmitar. Por a është i vlefshëm nikahi nëse është bërë me hoxh dhe aty në prani ka qenë djali me prindërit e vet dhe vajza me prindërit e vet pa dëshmitar? A kanë gjëna tek Allahu apo ka tolerancë? Allahu ju shpërblet. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Në këtë rast, prindrit, inshallah, llogaritën që janë dëshmitarë, do të thonë martesa është publike, ka prezent më shumë se sa 2 njerëz, të cilët janë besimtarë. Vetëm ja gjë pastaj është diskutimi mes dietarëve, a vlen për dëshmitar, është konflikt interesi nëse është dëshmitari baba i vet, ose është dëshmitari baba i kësajna, dhe unë mendoj që ata vlen për dëshmitar nëse janë besimtarë të sinqert, për shkak se besimtari i sinqert nuk e ndron dëshminë edhe nëse është kundër djalit vet, edhe nëse është kundër çikës vet, edhe nëse është kundër vetes vet. Dhe llogarisë që ky nikah është i sakt, për shkak se është me lejen e kujdesarit edhe është publik, domethënë njerëzit besimtarët dëshmojnë këtë nikah, wallahu a'lam.